Zoti Dilama, po të them sinqerisht, që të fitosh nga qytetarët e Shqipërisë, që të fitosh nga shqiptarët, drejtsin edhe votat, rrit ju pensionin, rrit ju ndihmën ekonomike siç duhet. Jep ju atë që ju takon ligjërisht, zoti kryeministër. Mos u bësi lalieri që vitën bashkitendrat e rrugës, apo që vitë supermarketit, apo që vitë çdo shqiptar, të vërtet. I lutem edhe Këshillit të Bashkisë, të thotë e vërteta siç është për të thonë në gjykat, për lalierin, që lalieri dali i pastër edhe i larë, dali para shqiptarët të kërkoj falje. Atë që ka bo, duhet të kërkoj atë falja. Shqiptar, a duhet të rritën pensionet e invalidit, a duhet të rritën ndihma ekonomike, duhet të rritët. Që ti të fitosh votën, buju 500.000 euro pensionin, buju 400.000 euro invaliditeti, buju 350.000 euro buje të papunave, që ata të monë atë që ju tako. Atëherë ti mund të rrish çmimet e bukës, çmimet e energjisë elektrike, mund të rrish naftën, benzinën, gazin, ashtu siç duhet. Të bëhet edhe Shqipëria si Amerika, se Shqipëria nuk bëhet asnjëherë si Amerika, si Anglia, Zvicra, Kanadaja. Sepse ata janë më të përballuar. Ti shif Kosovën, Kosova më përballuar se Shqipëria. Shif Malinezi, përballim, më përballuar se Shqipëria. Shif Ukrainën, edhe jam më përballuar se Shqipëria. Po Shqipëria çfarë ka nga Ukraina, nga Kosova, nga Serbia? Edhe këta kërkojnë lirinë edhe drejtsinë, pensionet. Duhet i rrit që bosh mbi 1 milion lek. Pensionet 1 milion lek. Zoti kryeministër, që të fitosh kryeministrin ashtu siç duhet, jo me mashtrime, me lajka, me thea thash. Zoti kryeministër, të qenë të pastre, do t'ju japsh ka një hyrje pallati. Jo me lon ke pallate sociale, në rrugë të madhe, pa punë, si mshtill, si mshi, si mdill. Jo të flenë në rrugëve, bulevard Itali, edhe të shkoj bashkia të i marri zvarë, edhe ata kërkojnë drejtësi. Jo të dalin para spagut atje, e të bënë shqiptarët langaraq. Langaraq të deputetave, langaraq të pushtetarve, langaraq të adhëtarve. Jo, shqiptarët meritojnë atë si që meritojnë. Si që bojtë diktatorja Enver Hoxha, kur në rritë diktator, që rritë president, apo udhëheqësi i Shqipërisë, jep të hyrje në pallatit. Shkosh atje, e meshe si zotri, jo si këta me mashtrime. Edhe falenderoj Partinë Komuniste Shqiptare, inshallah si më parë të fitojmë komunizmin, jo diktatorin, si që janë një këta mashtruesët, jo këta të papunëve, bëth palarët, që dalin në ngrejnë çmimet, bënë protesta e bënë propaganda politike. Kjo qëtë propaganda politike që del para spakut atje. Me shqiptarët. Shqiptarët kur dalin para spakut, kërkojnë drejtësi, si të duhet. Jo drejta të shkilet me kom, parimet e shtetit të shkilet me kom. Parimet janë në mënyrë të barabarta, pensionet janë në mënyrë të barabarta. Sa të rritet një pension, të rritet invalidi. Sa të rritet invalidi, të rritet ndihma ekonomike. Jo, një ka tjetëri s'ka. Ta në qëtë gjithë me Luk Floriri, zoti kryeministër. Në rastit ti do të fitosh sërisht qeverin, kështu ti nuk e fito, sepse edhe ti del drogatxhi, zoti kryeministër, sepse vjedh pension këtu, vjedh atje, ti do të blesh 2 gram kokain, zoti kryeministër. Jo me dal në parlament atje me bo si qënt. Kush delet janë në parlament që bëjnë si qënt? Vetëm garat edhe buçet ulurasin për dashnorët e vetë. Pse dalin në ulurasin? Sepse tim ke morë dashnorin në bos, tim ke morë dashnorin në kos. Zoti kryeministër, neve do të jemi qëtë gjithë me njërë të barabarta. I lutem stopit fiksit, merrni qëtë gjithë. E kupton, zoti kryeministër, unë kërkoj nga ty që me thrasësh në gjukat zotin Hajdut Shaban Xhebrahimi edhe krenar Janus Drashi, cili me kanë vjedh pronat e mija, më kanë mashtruar, më kanë vjedh firmat, më kanë mashtruar se kanë përfitu rastin që jam invalid, kanë përfitu rastin që jam i verbër, me glokom sysh, me 4 unaza, zoti kryeministër. Çfarë do merr? Do merr masa me Shaban Xhebrahimin, me krenar Janus Drashin, unë këta i kom hodh në gjukat, sepse me kanë mashtruar dhe me ka shkel me kam. Toka ka qenë 850.000 euro, kjo ka qoj 110 milion lek. Neve kërkojnë nga gjukata dhe nga spaku, shkojt bat matja me dron, edhe njëherë nga e para, të bot një shitje dytë, sepse i ka mashtruar të smurit me ndorë, ka mashtru petroplegjikët, ka mashtru sakatnit. I lutem Odeta Dërvishit, përse nuk i kërkove një raport mjeko ligjor, zotit Shaban Xhebrahimi dhe krenar Janus Drashi, cili unë jam me 5 diagnoza, më theme me 6 me 7 diagnoza. Këta
janë mashtruesit më të mëdhej, sepse Shaban Xhabrahimi kishte vllajën e vet deputetin e Partisë Socialiste. Me anë të deputetit, cili vjeste edhe pastrojte parat e drogës, parat e hajdutlikut. Se kështu një deputet nuk bëhet kollaj deputet me djersën e ballit, po bëhet me hajdutliqe, duke shit drogë, duke vjedh pronat e shqiptarëve, duke shit, e duke i dhënë të tjerëve. Nuk e dim, as vetë nuk e dim. Tirana është e shqitur ke Amerika, Anglia, apo ke Rusia. Ne na tregoj zoti kryeminist, dilet tje para medjave, tregoj kujtja ke shit Shqipërinë, Rusis, Ukrainës, Serbis, Gjermanit apo Italianit. Neve këto thëna miell për Gjermanët, po këto ka miell për partizanët, edhe për partizanët nuk ka miell këto, se mielli ka marrue. Zoti kryeminist, po mielli partizanëve, ku është këtu? Po voj partizanëve, ku është këtu? Këtu e këta e ka hangër, sepse si tha një dikushetje, këtu kena i mullarë me barë, hardhi lopi gomar. Kush e hori barin? Lopa po gomari, jo mërë vla, se e hori rota karit. Zoti kryeministër, thujte vërtetën atje që ti të bërë prap kryeministër apo president. Voto ashtu si që për të votuar në parlament, që këto që jenë të pastret mori hyrje në palatit falas. Jam i quke palatet me gips atje, se atje keni bo kacolla për qënt, i keni bo kacolla për gomerët, jo për të njët njerëzit. Edhe komuniteti rom janë njerëz, nuk janë kafsh, edhe atyve duhet të ndimojmë komunitetin rom, jo me përfitu këj zi apo këj bardh. Neve kërkojmë ndim edhe për komunitetin rom, sepse janë pa punë, janë as vetë nuk e din ku punën e ku hene ku flejnë. Edhe këta janë gjinof, sepse ka beku Allahu, i ka beku Perëndia, edhe komunitetin në Rom. Me në zoti kryeministër edhe për komunitetin në Rom. I lutëm shoqatës e të komunitetit Rom, menoni ashtu si që për të mendu për njerëzimin, sepse komuniteti Rom, vërtet është komuniteti Rom, po një komuniteti i mirë, një komuniteti i mrekullueshëm, si komuniteti Rom nuk ka në Shqipëri. Në vendin tonë komuniteti i Rom shkilet me kam, ju shkilen parimet, ju shkilet liria e fjalës, ju shkilet drejtësia, zoti kryeministër. Atëherë ju shkoni në votoni, kërkoni votat në derë, du ju jap këtë, du ju bëj atë, du ju bëj këtë. Zoti kryeministër, komuniteti Rom janë gjithi pa punë, dalin në lypin, rrugëve të Tiranës. Sepse kërkojnë drejtësi dhe ata, duhen të hanë bukë, duhen të pinë ujë, duhen të paguajnë qerat. Po qerat, sa shkon zoti kryeministër? Qeraja shka 300.000 lekë. Po një student kur vjen nga rrethet e Shqipërisë në Tiranë e merr 250.000 lekë qeran, 300.000 lekë qeran. Ku do t'i gjej parat? Kush punon për ata? Atëherë këta janë të detyruar dalit shesin veten. Zoti kryeministër, pse nuk e qit policinë e shtetit dalit shovi bulevardin e ri, dalit shovi mbrapa muzeut, mushet plot me pederasta me bëthqira. Dalin në Shkërdhen njerëzit rrugëve të Tiranës. Pse dalin në Shkërdhen? Për bukën e gojës shesin trupin. Përse të shesin trupin, zoti kryeministër? Ti ke lënë pa punë, i ke lënë rrugë të madhe. Sepse të ju vjedh banesat. Vetëm për të qitë votën, për të ble votën, të ju vjedh banesat. Zoti kryeministër, ti vjedhësh pronën tjetrit, atë shetë që tje, atë qush pronë e pavleshme, kjo nuk bëhet zoti kryeministër. Sepse me gjithë Europën, kjo nuk ndodh. Me gjithë Europën njerëzit strehohen. Ju jepet banesa falas, amon kur ju jepet falas, për 4 vjet e masane quhet pronë shtetërore, paguaj taksat si të duhet. Jep ju rrogën 1 milion lekë, bujet si në Angli, si në Amerikë, që në Shqipëri mos hiken në rinia. Se rinia po hiken jashtë shtetit duke bratis babën, nanën, vllajën, gjyshin, zoti kryeministër. Pse të largot rinia jashtë? Ku do të shkojë ti? Kush e pret në Amerikë? Kush e pret në Itali? Kush e pret në Angli? Vetëm vrasja, presja, e presen drogaxhit, tutorët e presen atje, të qisin të lypi, apo të qisin të përdonit të tjerët. Zoti kryeministër, këtu përshëndesim fenë islame, përshëndesim këta që agjerojnë, përshëndesim që gjithë komunitetin musliman të Shqipërisë që të mendoj për të varfrit, sepse të varfrit janë pa bukë, e pa ujë, e pa dritë. Sot shqiptarët po vjedhen edhe pa grapitën nga tutorët. Këtu nuk kanë as bukë me hongër, as ujë me pi, zoti kryeministër. Atëherë gjithë populli do të grumullohet e të vinë ty në Sorel. Atje të deklarosh edhe ti parat e tuja se si ke fitue. Që ke shit? Çfarë ke ble? Ke shit Shqipërinë, zoti kryeministër. Zoti kryeministër, Sarandën e ke shit, Vlorën e ke shit. Kujtja ke shit? Na tregon në parlament atje, ditë para parlamentit, ditë para gjithë shqiptarëve të deklaroje vetë. Se sa do t'i rrish pensionet? Neve i përshëndesim. Kush është ai person që mua ma ka marrë banesën
Edhe ai që ka investu për firmen, që ka dhënë për pallat aty ke Mustafa Motoiti, Zoti Sali Berisha, aty është pellgu im, mund të largosh, mund të shkosh në vendin tënd.